Vdekja e mistershme e 40 të rinjve në Zvicër. Thuhet që mes tyre kishte edhe një shqiptar. Nuk ka gazetë, revistë apo televizion që nuk flet për këtë tragjedi dhe unë dua që t'ju flas sot. Nuk kam folur për dy arsye. E para një që teksa kjo ndodhi në natën e vitit ri, nuk dëshiroja që ditën tjetër të flisja për një ditë zije. Njëkohësisht, doja që të informohesha dhe sot do t'ju tregoj se çfarë ndodhi në të vërtet në atë lokal pra në Zvicër në natën e vitit ri, që vdiqën ose që i mori jetën ai lokal 40 të rinjve, ku mes tyre tregohet që është edhe një shqiptar, një djalë i ri 16 vjeçar. Ndiqeni me kujdes sepse është mirë që të jemi të informuar. Do t'ju them pse është tepër e rëndësishme. Dëgjojeni me kujdes dhe kush është rastësisht nëse nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. Atëherë natën e vitit ri në periferi në kufi mes Zvicrës dhe Italisë ka ndodhur një tragjedi dhe padyshim ju e keni parë ku vdiqën 40 të rinj. Dhe mua më ka mbetur në mendje disa pika që dua t'i ndaj me ju. 3 pika tepër të rëndësishme, jashtëmase të rëndësishme, që kanë të bëjnë pikërisht pra me informacionin, me atë që bëjmë ne çdo ditë që i shpërndajmë këtu, sepse siç e kam thënë, informacioni është dije dhe dija është pushtet. Dëgjojeni me kujdes. Pika 1 që është tepër e rëndësishme. Të rinjt, pra që ishin aty, unë nuk dua t'ju hedh faj, sepse janë të rinj, nuk janë të informuar, por ata që janë të mëdhenj. Pika 1. Pronarët, duke lënë dikë, pra 2 bodyguard apo 3 bodyguard që ishin aty, çojnë bodyguardët që të futin fëmijët në një lokal dhe pastaj mbyllin derën bodyguardët dhe ikin. Kjo është tmerr. Të mbyllësh një lokal dhe të ikësh, kjo është gjëja më e tmerrshme që ti mund të bësh. Pse po e them këtë? Edhe në një spektakël të vogël, në një budallëk të vogël, duhet të ketë dikush që të jetë aty që të drejtojë, sepse mund të ndodhë çdo gjë, mund të zihen mes tyre, mund të vriten mes tyre. Në këtë rast pati një aksident, pra duhesh dikush që të kontrollonte, të menaxhonte. Nuk kishte asnjë të madh, që të gjithë ishin adoleshent. Kjo ishte pika 1 që më ka mbetur në mendje. 2. E dyta është pronarët e lokalit. Dakord. Quat bodyguardët, okay, do bëni të vitin e ri dhe keni ikur sepse besuat në 2 njerëz që ishin aty. Por pse nuk u that atyre njerëzve që të rrinin deri në fund? 1. Dhe tjetra, duke patur parasysh që gjithë lokali, sepse çfarë kanë bërë atë tek lokali? Lokalin e kishin mbushur me këto kundër zërit, sepse ndoshta në rrethin aty ku gjendet lokali, për mos të dëgjuar tingujt jashtë e kishin mbushur me shkumdeti. Dhe kjo shkumdeti ose shkum, kjo shkuma, pra që është kundër zërit, është e djegshme, madje merr flak me njerë. Ti duke ditur një gjë të tillë që merr flak me njerë, si nuk u përgatite për ujin, pra për atë kundër zjarrit, që ajo nuk u përhap, nuk kishte estintor, pra nuk kishte asgjë. Përveç se nuk kishte asgjë, ti e mbyll aty brenda të gjithë ata fëmijë dhe ike. Pra ka disa gjëra që mua më kanë mbetur në mendje dhe e fundit fare do t'ju them këtë të fëmijëve, sepse janë fëmijë, adoleshent, 13, 14, 15, 16 vjeç. Teksa, sepse do t'ju them se si ndodhi flaka, si ndodhi aksidenti. Aksidenti ndodhi që njëri nga këta, sipas gjasave, mori të fejuarën këtu, të dashurën, dhe ajo, teksa ndezën këto fishekzaret, një nga fishekzaret ishte sipër shishes. Dhe ajo duke mbajtur shishen në dorë me këtë fishekzaren që bënte ato shkëndijat, ai e mori këtu në krah dhe së bashku me vajzën edhe me shishen që kishte në dorë ajo, e mori këtu mbi supe. Dhe ajo duke mbajtur kështu në dorë, fishekzarja, ato shkëndijat shkuan sipër dhe dogjën një pjesë sipër të tavanit. Mirë po, nga ai moment që të gjithë filluan që të qeshnin dhe të argëtoheshin, sepse fëmijë, ku ta din ata, nuk janë të informuar. Siç thash më përpara, informacioni është tepër i rëndësishëm. Ata duke parë zjarrin, o sa bukur, dhe fillonin dhe qeshnin dhe gëzonin. Të gjithë filluan që të filmonin me video. Dhe një pjesë prej tyre ikën. Dhe do t'ju them, njëri prej tyre që ishte informuar, që
ka lënë edhe një intervistë një 16 vjeçar, fjalë për fjalë ka thënë një italian ky, fjalë për fjalë ka thënë mua më ka thënë babi shpeshherë që në një dhomë apo në një zyrë apo në një vend sa po merr flak duhet ikësh me njerë sepse ndodh efekti flashover dhe ai tregon për efektin flashover. Dhe ky djalë mori të fejuar dhe iku. Me një fjalë u kthye mbrapa. Mori të fejuar, hajde me mua dhe ikën. Pra ishte i informuar, kurse ata që nuk ishin të informuar dhe qeshin e gëzonin aty o sa bukur, që kishte marrë flak, ata u dojgjën. 50 adoleshent, 40 adoleshent u dojgjën. Dhe qindra për i tyre janë në gjendje të rëndë. Një pjesë për i tyre janë në gjendje të rëndë. Por, çfarë ndodhi në të vërtetë? Duke u djegur ajo pjesa sipër, u përhap flaka gjithandej. Dhe një pjesë prej këtyre, pra prej të rinjve, kur e kuptuan që po merrte flak e gjitha, s'kishte ndodhur akoma aksidenti, ajo që ndodhi më vonë, por prisni, por kur kuptuan, shkuan tek dalja, por dalja ishte mbyllur, dhe aty ranë mbi njëri tjetrin. Po pse? Sepse gazrat, pra në momenti që digjet, ku do shkojnë gazrat? Gazrat bien poshtë, pra tymrat bien poshtë. Dhe ti mjafton që të thithesh atë tymin, i zi apo i errët apo tym qoftë, ti mjafton pak, 3-4 herë apo 5 herë dhe ti bie pandjenja. Në fakt, ata që nuk kanë pandjenja, që filmuan çdo gjë dhe që pan vdekjen me sy, ata vendosën bluzat në fytyrë dhe vazhdonin që të regjistronin. Kurse disa telefona mbeten aty, të ndezur, me disa të tjerë që u rat fikët dhe ran aty, sepse kishin thithur këtë gazin. Por çfarë ndodhi më vonë? Pra ndodhi ai efekti flashover. Çfarë do të thotë kjo? Merreni me mend, nga kjo djegje, gjithë tymi ra poshtë dhe nxehtësia e zjarrit dhe tymit u shpërnda në të gjithë dhomën dhe shkoi, pra u rrit temperatura deri në 600 gradë. Nuk e di, e keni parasysh apo jo. Dhe kjo, edhe sikur mos të ketë flak në përdhom, ndodh një efekt që është një efekt kimik, duke djegur vetvetiu, duke u djegur vetvetiu çdo objekt, merr flak, vetvetiu. Sepse nga nxehtësia është një shpërbëhet, shpërbëhet materie dhe është një efekt kimik. Pra, pash disa video që thash, disa edhe i hoqën, dhe është mirë që të hiqen këto, sepse shumë prej këtyre videove mbetën online, video që pash një vajzë për shumë që i morën flokët, me njerë, dhe një tjetër që i mori xhaketa, bluza, i mori flak, një djalosh i të ri. Pra, pse kjo? Sepse nxehtësia, ndonë se ata u dojgjën në lëkurë, në fytyrë, etj, por nxehtësia bëri që të marri flak vetvetiu, sepse arriti temperaturë e madhe. Pra, u dojgjën si mint. Gjyna i madh, të rinj që shkojnë për të festuar festën e vitit të ri, ose një fest çfarë do lloj, dhe të gjejnë vdekjen. Është vërtet për të ardhur keq, ka shumë gabime në këtë, është e thjeshtë të flasësh, nuk diskutohet dhe çdo kush nga ne mund të shprehet në mënyra të ndryshme, por në këtë rast mund të them me plot gojën që ka shumë gabime. Gabime që mund edhe të anashkaloheshin, mund edhe të evitoheshin për shumë arsye. Por thash që disa të rinj që të pa informuar, si thash, adoleshent, që të shkojnë për të festuar dhe të gjejnë vdekjen, kjo është tepër e rëndë. Megjithatë, unë shpresoj që mos të ketë aksident tilla, por shpresoj që mos të ketë edhe shqiptar në këtë tragjedi, por me sa kuptova një Giovanni Tamburi, një gjë e tillë, mendohet që është me origjinë shqiptare. Nuk e di tani, jo babaj, po me sa kuptova e ëma, me origjinë shqiptare, nuk e di tani, doja një informacionin tuaj, kush ka informacion më shumë, sepse na vjen keq. Edhe sikur mos jetë shqiptar, sidoqoftë na vjen keq, por kur është shqiptar na vjen keq pak më shumë. Megjithatë, do dëshiroj një koment tuaj, çfarë mendimi keni për të gjithën këtë, dhe nëse ka disa nga ju që jetojnë aty në afërsitë të këtij aksidentit ku ka ndodhur, dhe nëse ka informacione më të shumta, ti ndaj mes nesh, sepse siç e kam thënë për herë,
duhet që të informohemi. Këto janë informacione të dobishme, diskutimet e përbashkëta na çojnë më pranë së vërtetës, por mbi të gjitha do të dimë se si do sillemi nesër, në një rast të tillë për shembull. Ndaj u them shpeshherë të rinjve që qëndroni këtu me ne, ndonse dikush nga këta edhe rëndohet sepse videot janë të gjata, flet shumë etj etj. Qëndroni këtu sepse duke qëndruar së bashku, duke diskutuar për argumente të rëndësishme, informohemi dhe është për të mirën tuaj në radhë të parë. Unë ato çka di i them, pastaj u mësoj nga ju mësoni nga unë dhe mësojmë nga njëri tjetri. Pres komentet tuaja. Ditë të mbarë.